tregova nanës që nuk jam mirë, ajo qa me mua, por nuk më ndihmoi dot. I tregova motrës që nuk jam mirë, ajo qa me mua, por nuk më ndihmoi dot. I tregova vllajt që nuk jam mirë, ai më ofroi mbështetjen, por nuk më ndihmoi dot. I tregova shoqes që nuk jam mirë, ajo më dëgjoi, më tregoi që ishte aty për mua, por sërish nuk më ndihmoi dot. U tregova njerëzve që i dija të afërt që nuk jam mirë, disa më dëgjuan, disa e injoruan, disave nuk ju interesoj, por në fund asnjë nga ata nuk më ndihmoi dot. E në një moment shkova para Zotit dhe i thash, më dëgjoj Zot, unë nuk jam mirë. Unë kam nevojë për ty. E në atë moment e kuptova që bara ime nuk ishte më barë e imja.